Territori shqiptar për datën 30 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona veriore dhe lindore do të ketë rreshje të dobëta dëbore. Paraditja do të paraqitet me vranësira të dendura në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell intervale me vranësira të pakta dhe rreshje të izoluara shiu në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 4 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, -1 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 0 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 4 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan, 5 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 12 gradë Celsius. Korçë, -2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 8 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 13 gradë Celsius.